Dje në orën 15:45 në Tetov, punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov i kanë privuar nga liria personat GS 38 vjeç dhe BZ 19 vjeç, të dy nga Tetova, për shkak se tek ata është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Pas dokumentimit të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Ndërkaq në orën 20 në një rrugë lokale në fshatin Gloç të Tetovës, punonjësit e policisë nga një siti policor te Arc e kanë privuar nga liria personin AF, 24 vjeç, nga fshati te Arc, gjatë kontrollit të automjetit të pasagerëve Opel me targa të Tetovës, të cilin ai e drejtonte, dhe gjatë kontrollit të tij personal është gjetur dhe konfiskuar marihuan. AF është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Po ashtu në orën 19:20 në rrugën rajonale Tetov-Shkup, punonjësit e policisë nga një siti policor Grup Qin kanë privuar nga liria personin MI, 25 vjeç, nga fshati Pallatic, për shkak se tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të hartohet para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 20:30 në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar, punonjësit e policisë nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin OB, 23 vjeç, nga Gostivari, për shkak se tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 16:30 në rrugën rajonale Jegunos Orash e poshtme, punonjësit e policisë nga një siti policor Jegunos e kanë ndaluar personin SM, 21 vjeç, nga Nerashti. Gjatë kontrollit të automjetit të pasagerëve Golf me targa të Tetovës, SM, i cili ishte bashkëudhëtar, ka hedhur marihuan nga dritarja, e cila është gjetur dhe konfiskuar. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 18:25 në Jedoarc të Tetovës, punonjësit e policisë nga një siti policor te Arc e kanë ndaluar personin AN, 19 vjeç, nga fshati Gjepqisht, për shkak se tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i hartohet para shtresë përkatëse. Dje në orën 15:45 punonjësit e policisë nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov, pranë pikës pagesore Tetov në rrugën Gostivar Tetov, kanë privuar nga liria SA, 35 vjeç, nga Gostivari. Gjatë kontrollit në komunikacion me radar është konstatuar se ajo drejtonte automjetin e pasagerëve Audi me targa të Gostivarit me shpejtësi 174 km/h në një vend ku me shenjë trafiku shpejtësia maksimale e lejuar është e kufizuar në 80 km/h. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe kundër saj do të vijojë kallëzim penal sipas nenit 297A, drejtim i pakujdesshëm i automjetit. Dje në orën 16:30 në Vrapqish të Gostivarit, punonjësit e policisë nga një siti policor Gallat, bazuar në urdhër të gjykatës, kanë ndaluar personin NR, 42 vjeç, nga fshati Vrapqisht, i cili kërkohej për vuajtje të dënimit me burg për veprën penale organizim i lojrave të fatit pa licencë, gjithsesi pa posedim të lejes nga organi kompetent. Ai është dërguar në institucion ndërshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit me burg.